Në historinë e botës kanë ekzistuar mbretëresha, princesha dhe gra të famshme që kanë tronditur epoka të tëra me bukurinë e tyre. Por shumë pak njerëz e dinë se një nga gratë më të bukura që ka parë ndonjëherë bota kishte gjak shqiptar. Ajo quhej princesha Fevzia. Një princesh me sy të kaltër depërtues, me fytyrë të përkryer dhe me një hieshi aq të rrallë, sa gazetat më të mëdha të shekullit të kaluar e quanin afërdita e lindjes. Burrat më të fuqishëm të kohës mbeteshin pa fjalë para saj, ndërsa fotografët më të famshëm të Evropës garonin për ta fotografuar. Por pas asaj bukurie magjepsëse fshihe një histori dramatike, një histori mbretërish, pushteti, dashurie të dështuar dhe një dinastie shqiptare që sundoi Egjiptin për afro një shekull e gjysmë. Dhe pikërisht kjo është historia që do ta tregojmë sot. Por para se të vazhdojmë, mos harroni ta pëlqeni videon dhe ta abonoheni në kanalin Histori Epike, sepse këtu zbulojmë historitë më të pabesueshme shqiptare që shumë njerëz nuk i kanë dëgjuar kurrë. Kur njerëzit dëgjojnë për Egjiptin, shumica mendojnë për faraonët, piramidat dhe shkretë të tjerat e pafundme. Por për më shumë se 147 vjet, Egjipti u sundua nga një dinasti shqiptare. Gjithçka filloi me një njeri të vetëm, Mehmet Ali Pashën. I lindur në trojet shqiptare, Mehmet Aliu do të ngrihej nga një ushtar i thjesht deri në themeluesin e Egjiptit modern. Ai transformoi vendin, modernizoi ushtrinë, ndërtoi administratën dhe krijoi një shtet të fuqishëm që do të trondiste gjithë lindjen e mesme. Pasardhësit e tij do ta sundonin Egjiptin për dekada të tëra, duke krijuar një obor mbretëror që rivalizonte pallatet më të famshme të Evropës. Nga kjo familje do të lindte edhe Fevzia. Ajo erdhi në jetë me 5 nëntor të vitit 1921 në Aleksandri të Egjiptit. Ishte vajza e mbretit Fuat dhe motra e mbretit Farok, që nga momenti kur lindi jeta e saj ishte destinuar të zhvillohej mes luksit, pushtetit dhe intrigave mbretërore. Por Egjipti asaj kohe nuk ishte një vend oriental i izoluar. Dinastia shqiptare e kishte kthyer vendin drejt Evropës. Kairo po mbushej me ndërtesa moderne, me teatro, rrugë elegante, hekurudha dhe pallate madhështore. Obori mbretëror fliste frëngjisht, vishej sipas modës pariziene dhe imitonte aristokracinë evropiane. Në këtë ambient u rrit Fevzia, që fëmijë ajo konsiderohej ndryshe nga të tjerët. Kishte një bukuri të rrallë që tërhiqte vëmendjen me një herë. Flokët gështënj të errët, sytë e kaltër dhe fytyra elegante e bënin të dukej si një personazh ideal nga pikturat klasike. Kronikat e kohës do ta përshkruanin si bukuria më e madhe e lindjes së mesme, por bukuria e saj nuk ishte vetëm fizike. Fevzia ishte inteligjente, e edukuar dhe fliste disa gjuhë të huaja. Ajo rrit mes kulturës franceze dhe aristokracisë egjiptiane, duke u bërë simbol perfekt i hjeshisë mbretërore. Dhe shumë shpejt, fama e saj kaloi kufijtë e Egjiptit. Fotografitë e saj nisën të qarkullonin në Evropë dhe Amerikë. Gazetat e mëdha shkruanin për princeshën shqiptare të Egjiptit. Shumë njerëz e quanin Miss Bota e pakurorzuar. Fotografi legjendar Cecil Beaton, një nga njerëzit më të famshëm të modës dhe aristokracisë, mbeti i mahnitur nga pamja e saj. Ai shkroi: nëse Botticelli do të pikturonte një afërdit aziatike, Fevzia do të ishte modeli perfekt. Dhe në fakt, kur shikon fotografitë e saj, është e vështirë të mos kuptosh pse bota u çmend pas saj. Por në oborret mbretërore, bukuria shpesh nuk sjell lumturi.
Në vitin 1939, kur Fevzia ishte vetëm 17 vjeçe, jeta e saj mori një kthes dramatike. Ajo do të martohej me princin e kurorës së Iranit, Mohammad Reza Pahlavi, njeriun që më vonë do të bëhej shahi i Iranit. Kjo martesë nuk ishte një histori dashurie, ishte një aleancë politike. Egjipti kërkonte të rriste ndikimin në lindjen e mesme, ndërsa familja mbretërore iraniane kërkonte prestigjin që sillte lidhja me dinastinë shqiptare të Egjiptit. Dasma e tyre u kthye në një nga ceremonitë më madhështore të shekullit. Pallatet u zbukuruan me luks të pabesueshëm. Aristokratët e botës u mblodhën në Kairo, ndërsa gazetat ndërkombëtare e paraqisnin Fevzin si princeshën më të bukur të planetit. Kur mbërriti në Iran, rrugët e Teheranit u mbushën me flamuj dhe festime, por shumë shpejt përralla filloi të shembej. Fevzia nuk e pëlqeu kurrë jetën në Iran. Ajo e konsideronte Teheranin të zymt dhe të prapambetur krahasuar me Kairon moderne dhe kozmopolitane. Oborri iranian ishte plot intriga, tensione dhe konflikte familjare. Marrëdhënia me vjehrën dhe motrat e shahut ishte katastrofike. Sipas kronikave të kohës, ato e shihnin Fevzin si rivale dhe shpesh përplaseshin me të. Madje një nga motrat e shahut thuhet se I hodhi një vazo në kokë gjatë një debati, por problemi më I madh ishte vetë martesa. Mohammad Reza Pahlavi ishte I njohur për lidhjet e shumta me gra të tjera. Fevzia ndihej e vetmuar, e izoluar dhe e palumtur. Ajo kishte lënë pas Egjiptin, familjen dhe jetën që dashuronte për një martesë që po shkatërrohej dita ditës. Gazetat nisën ta quanin mbretëresha e trishtuar. Nga jashtë dukej si gruaja më perfekte në botë, por brenda pallateve Fevzia po fundosej në depresion. Në vitin 1945, ajo u largua nga Irani dhe u kthye në Egjipt. Shahu bëri përpjekje të shumta për ta rikthyer, por ajo nuk pranoi kurrë. Pak vite më vonë erdhi edhe divorci zyrtar. Një kusht I rënd I divorcit ishte që vajza e tyre, princesha Shahnaz, të mbetej në Iran. Dhe kështu përfundoi një nga martesat më të famshme mbretërore të shekullit, por jeta e Fevzis nuk mbaroi aty. Në vitin 1949, ajo u martua për herë të dytë me kolonelin Ismail Shirin Bey, një burr me origjinë shqiptare dhe ministër I luftës së Egjiptit. Edhe ai kishte prejardhjen nga dinastia e madhe shqiptare e Mehmet Alis. Këtëherë, ndryshe nga martesa e parë, Fevzia ishte e lumtur. Njerëzit pranë saj thoshin se për herë të parë ajo po jetonte një jetë normale larg intrigave të oborreve mbretërore, por ndërkohë një suhi tjetër po afrohej. Në vitin 1952, Egjipti u trondit nga një puç ushtarak I udhëhequr nga Gamal Abdel Nasser dhe Muhammed Naguib. Mbretëria egjiptiane u rrëzua dhe mbreti Faruk u detyrua të largohej nga vendi. Pas 147 vitesh sundim, dinastia shqiptare e Egjiptit morri fund. Pallatet mbretërore u boshatisën, kurora u rrëzua, dhe familja që dikur sundonte një nga vendet më të rëndësishme të botës u shpërnda në mërgim. Shumë pasardhës të dinastisë u vendosën në Evropë, kryesisht në Zvicër. Ndërsa Fevzia zgjodhi të jetonte larg syrit të publikut. Ajo nuk shkroi kujtime, nuk dha intervista, nuk foli pothuajse kurrë për jetën e saj në Iran apo për dramën e familjes mbretërore. Sikur donte të varroste të gjithë të kaluarën në heshtje. Princesha që dikur pushtonte kopertinat e revistave më të famshme të botës, tashmë jetonte e qetë në Aleksandri. Dhe ndoshta kjo është pjesa më e dhimbshme e historisë së saj, bukuria që dikur trondiste botën, gradualisht u zhduk nga vëmendja e njerëzve,
por emri i saj nuk u harrua kurrë. Edhe sot, shumë historian dhe studiues e konsiderojnë Fevzin si një nga gratë më të bukura të shekullit 20. Dhe ajo që e bën historinë edhe më të pabesueshme, është fakti se kjo ikonë e bukurisë botërore kishte rënjë shqiptare. Një princesh shqiptare që sundoi zemrat e botës, një mbretëresh që kishte gjithçka, por që në fund kërkoi vetëm qetësinë. Fevzia ndroi jetë me 2 korrik të vitit 2013 në moshën 91 vjeçare. Me të u mbyll një kapitull i madh i historisë së dinastisë shqiptare të Egjiptit. Por fotografia e saj vazhdon edhe sot të mahnit njerëzit, sepse disa fytyra nuk i shuan koha, e Fevzia ishte njëra prej tyre. Nëse ju pëlqeu kjo histori, shkruani në komente, a kishi dëgjuar më parë për princeshën shqiptare që konsiderohej gruaja më e bukur në botë? Ne jemi Histori Epike, aty ku e kaluara rilind. Deri në videon tjetër, qëndroni krenar dhe të vetëdijshëm për gjakun që rrjedh në damarrët tanë.